Ne kemi marrë hakun e Leonit e të gjithë dëshmorëve tjerë shumë fish. Kriminalët serb kanë pas një informacion që ka rrjedhë ose përmes telefonit ose përmes ndonjë njeriu tyre të paguar. As kujt për juve nuk do i ndodh asgjë realisht. Edhe në fakt atë fjala e bën në realitet. Leoni a ditë ka luftuar në kom. Një bombe ka hedhur Ramushi, po ka hedhur se ka qenë fitili i bombës, ka qenë i prishur, ne gjithë kemi ditë që po hedhur bombë. Me 6 maj të vitit 1997, ra heroikisht Luan Haradinaj gjatë rrugtimit nga Shqipëria për në Kosovë, mes shumë luftëtarëve të lirisë që ishin pjesa e atij grupit, pjesëmarrës ishte edhe Selim Krasniqi. Me zotin Krasniqi do ta zhvillojmë një intervistë rreth asaj ngjarje. Zoti Krasniqi, fillimisht faleminderit për kohën. Faleminderit juve për ftesën. Apo na tregon pak a shumë çysh është nisur ai rrugtim nga Mërgimi fillimisht drejt Kosovës. Po, si që kam përsërit edhe herë tjera, natyrisht ne kemi qenë në Mërgim, një pjesë e madhe kemi qenë në Gjermani, pastaj një pjesë ka qenë në Zvicër, Leoni në atë kohë ka qenë në Tiranë duke vazhduar studimet edhe duke i kryer aktivitetet e veta në shërbim të ADAUT. Vendimi ka qenë qysh ma herët që të nisemi, ka qenë grupi ashtu quajtur Femilla Drovci që ka qenë me Femiun bashkë me Xheven, pastaj ka qenë Ilazi Abedini, ka qenë Ramizi, ka qenë Afet Rama, kam qenë unë, pastaj jemi taku me Ramushin edhe Leonin jemi taku në Durrës, edhe kemi marrë iniciativën që të futemi brenda realisht edhe ta japim kontributin tonë për lirinë e vendit. Çka nuk shkoi mirë gjatë atij rrugtimi? Fatkeqësisht të marrë parasysh zoti Krasniqi ndoshta që keni pasur disa paralajmërime sa e diun në disa rrëfimeve që disa policë shqiptare kanë thënë që armata jugoslave është afru goxha afër kufirit. Kjo është fatkeqësi realisht, por ne në fakt kemi besu Ali Ahmeti ka folë me Ramushin atëherë që kanë ditë arenën bashkë me Leonin. Unë Ramushin atëherë nuk e kam njohur, s'është e vërteta, kam njohur Leonin. Sa herë që kam marrë në Tiranë nga Gjermania, ne kemi nejë bashkë me Leonin, kemi pas plane, kemi bën punë të përbashkëta për lirinë e vendit. Po aty ka marrë vesh, kur jemi taku në Durrës, ka marrë vesh që Ramushi është vëlla i Leonit realisht. E kanë marrë përsipër në fakt, duke u bazuar edhe në bisedën e Ali Ahmetit që unë kam folë me Ramushin edhe me Leonin që grupi do të futet i sigurt në brenda Kosovës. Kemi besu shumë realisht edhe gjitha përgatitjet janë bën, domethënë që grupi të futet mirë po për fat keq, aty ndodhi ma keqja realisht edhe ne ram prit. Ne në fakt kemi qëndruar një natë në buzë të kufirit para se me hyrë në kufi për shkak të mungesës municionit dhe armatimit. Edhe kjo është çudi realisht se në 97 e dim që Shqipëria ka pas armatim dhe municion mjaftueshëm. Mirë po, unë e gjykoj që ka qenë një lloj sabotimi nga ana dikujt, edhe për fat keq, ndoshta kriminalët serb kanë pas një informacion që ka rrjedhë ose përmes telefonit ose përmes ndonjë njeriu tyre të paguar, edhe fatkeqësisht ne kemi rënë prit. A dihet tash 29 vite pas për atë informator të cilët fatkeqësisht në shumë gjatë gjithë rrugtimit të ushtrisë shqiptare të Kosovës për fat keq kish pas tillë. Për fat keq edhe ka pas edhe kota tillë, e di që në lëvizjen popullore janë bërë disa analiza nga shokët, mirë po është hu topi sa të njëri sa të tjetri. Për fat keq, ndoshta ne edhe jemi kufizuar të flasim për hir të bashkimit, të mos krijohet përçarje, të mos krijohet llavrasje, i kemi hesht ato gjëra, ndoshta edhe është gabim, po është fat i keq që a ditë ka humbur një djalë jashtëzakonshëm, Leoni, i cili ka bën shumë punë, ka bën shumë veprimtari në shërbim të vendit vet, ka sjell shumë armatime municion, Kosovë ka bën shumë aksione, e bashkë me të ne kemi pas edhe punë, kemi pas edhe plane për të ardhmen realisht. Për fat keq, ato plane neve bashkë në unalen atë ditë, mirë po fatmirësisht ajo rrugë pastaj u vazhdua. Ne kemi marrë hakun e Leonit e të gjithë dëshmorëve tjerë shumë fish. Fatkeqësisht pastaj nga ky grup janë dëshmorë edhe Femiu me Xheven, Ilazi Abedini, 5 jemi gjallë, 5 janë dëshmorë pastaj që kanë hyrë më vonë realisht. Mirë po, është fati mirë që rrugën e kemi vazhdu, nuk e kemi ndalë atë rrugë, kemi marrë hakun e tyre, edhe fatmirësisht kemi arritë edhe lirinë e vendit tonë. Çu shemon me në general ditën e 6 muajit natë 7-s, çu nesën ato krisma, kush u plagos i parë dhe ramin heroike të Luan Haradinajt. Me Leonin, thash grupi ka në buzë kufirit një kohë, ne me Leonin në 2 herë kam shku nga 4 orë otim, 4 me shku, 4 me u kthy, për me siguruar armatim dhe municion në një bazë ku kemi pas. Edhe më ka me bisedu shumë. Leoni e ka shpreh aty se ka marrë përgjegjësinë që me fut grupin brenda pa pasuja, edhe e ka shpreh edhe vetë kur kam qenë me ta në bisedë, po edhe para grupit që pa u vrahon as kujt për juve nuk do i ndodh asgjë realisht. Edhe në fakt atë fjala e bën në realitet, Leoni a ditë ka luftuar në kom.
e thot Ramizi që ja kam tërhek vrejtja në Lulan, mirë po ai ka vazhdu duke luftu në kamë realisht, deri në momentin e ranjes ti, natyrisht unë e di që ai ka një përgjithsin, pse kemi ranë prit, edhe ka luftu në kamë me mbrojt grupin, me mbrojt shokët e vetë luftar realisht. E ka bo me vedijet plot, është vra me vedijet plot, se ka ditë fondit pse po vritet. Është një rrëfim generali Ramush Haradinaj, komandanti i zonës operative Dogaxhinit, i cili thotë që në një moment ju detyru me hedh një granat dore drejtim bashkëluftarëve për shkak që i filloi i zuri aja hutia, ndoshta e momentit, edhe për shkak shpëtimit të Rafet Ramës, i cili ishte plaguesi i parë në atë betejë. Nuk e besoj që Ramushi e ka menduar në këtë formë siç e the realisht. Nuk e di, nuk e kam përcjell intervistat, kam përtu shumë intervista me i përcjell se ka shumë gjëra që thuhen në afekt. Mirë, po vërtet është që grupi ka qenë kompakt. Një bombë ka hedhë Ramushi, po ka hedhë se ka qenë fitili i bombës, ka qenë i prishur, ne gjithë kemi ditë që po hedha bombë. Realisht kemi qenë pa diskutim të lodhur gjithë realisht, sepse Rafeti ka qenë rënd i plagosur, Ramushi ka bardh pastaj lanë në shpinë deri në Vlan, lodhja ka qenë prezente. Abedini në një moment e ka thyë, ka përky kamën që themi që përdoj populli, kemi pas nevojë me dhënë ndihmë edhe Abedinit realisht. I gjithë grupi ka qenë i zënë me Rafetin, duke i dhënë ndihmë, duke e bardhë në teren të jashtëzakonisht vështirë, pastaj Ramushi me lanin, pastaj një pjesë e ka bardhë edhe armatimin e gjana tjera që kemi pas me vete, po nuk ka pas thyrje apo demoralizim për pas dhimbje për humbjen e lanit. Dhimbje natyrisht është njerëzore, se ne kishim Ramushin aty e dinim që e humbje edhe vllaun e vet, realisht po jo thymje në atë aspekt siç e marrin tjerë, po një dhimbje e madhe për humbjen e lanit. General, unë falenderoj shumë për kohën, lavdi herojt Luan Haradinaj dhe gjithë dëshmorët kohën. Falenderoj ju për kohën. Faleminderit shumë, suksesi ju, gjithë mirë. Respekt.